Mirëmëngjes. A jam drejt në kanal 10? Drejt për drejt në kanal 10, me Arbenin e të bisedu. Me Arbenin. E kam një problem, vetëm kisha pas dëshimë ma unë një këshill me pronësi me vllavin. Ma thuaj dashtën. A bëhet kjo bisedë të ju? Po, patjetër. Ma thuaj, çfarë është problemi? Problemi është si mas pari, ku është, do të mundon dy pjetë, dy vllazën jemi, unë me vetë i dyti. I kena bo, unë 22-ën e ka qitë këtë trashëgimi në emën të vetin, edhe mi ka bo falco komplet, me në pej komune, i ka bo falco, të noteri, kom në nëshkruim, kom në vitin e kalum të noteri, ma kanë tërhik edhe në nëshkrimin pej noteri, mu në ka në nëshkrim të noteri në Vushtrri, i Vushtrris jom. Në atë kuptimin falë, se su përndo Qazim Hysenin, në dele emni ati, ma mërmenja. Po, Qazim. E nuk po di ku mu ankue, në atë kuptimin, që me sqaru ato me nda, me Okej, edhe njerë, Qazim. Ju keni trashëgimi të përbashkët nga babaj, apo? Tok të përbashkët nga babaj. Po, njashtu. Në cilin vit jeni nda? Unë jem ndonë të 90-ën për ty në. A më këtanë, baba ka dek 92-ën. Unë jem në Gjermoni jetaj. Okej. Pet 92-ës janar, 92 jetaj në Gjermoni. Okej, kur ke fillu me jetu atja, ke bisedu në erë me babën që është në ndarjes së pronës, së pasurisë? Nuk e keni pas njëherë, jo? Jo, sinqere nuk kemi bisedu, se ai sëpërish më unë, kërë ndohat në 90-ën, pranë vetë 90-ës jam do, ty kënë marës prell për afërsisht të konë koha, për dhe më unë, edhe aty, shpia është 4 që e mëqmja. E marru me 11 me 10 e gjysh. Unë jem konë 2 loma me gru me 12 mit. Ata e konë 2 loma. Unë e tanet 92-ën janë a dola në Gjermani, do baba vdeshin mars 92-ën. Edhe tash unë e këna ndonë trollin, këtu problemin e kom batë mohën vështëri me rrugë. Mu ma shumë rrugën me hinë në abortemin. Pra do më dhëmë, ju trollin e keni nda, po, trollet i dini ku i keni... Trollin, aty në vështëri jemi tram, trollin e kena nda, po nuk pe hek atë pjesë, se s'po muna me qenë në rrugën, gjysa shpis që bjen troll të amin, e këmë qitë ato mi veti, edhe nuk pe hek që 25 vjetë, shamu që 30 vjetë, halin regu, shamu po që 20 vjetë e ku marru në shpinë, mas lufte. Një pyetje. Urna. Ti ke marru shpinë trollin të nda, po? Po. A ke rrugë tash momentalisht për të shumë? Nuk kam rrugë, mu duhet me hi për abortinaj, edhe plus vitin e kalum, kërë ja qita në atë pjesën të eme, atinaj namën vetin, anenaj, kërë ma qiti këta 8 orë në konë namën të babës mëqëm. Dhe nese, tash mi ka qitë edhe një parë 2 aty në emet, edhe nuk lodhet në atë kuptimin për me hik shpinë. Kjo objekti që është heq, është shtëpi e vjetër apo shtëpi ati aktuale? O shtëpi e vjetër në 81-ën, 80-ën u marru ajo. A e një marrë ju vesh atëherë kër e një nda që ajo duhet heqet që ty me të bërë rruga? Po, jena marrëve, vetëm pretëm të më kërë këmë honë në 2005, në kërë këmë marru shpinë, qërë vlo, une shumë ati muë, shumë më në pjesën tjetër në fund me hi, deri sa të hiqë shpia. Jo, tha më rëvlone, për e hiqë për 3 vjetë, ashtë rëvlone, jem Gjermonisë, muna me hiqë për 3 vjetë për letu, se që nuk është që sërmon që i kontribonë, ose që i jebë zërë aty në punëve, shnamu, për kur që hisë në atë kuptimin. Ta që kanë rritë jemët në atë kuptimin, edhe në atë shtinë në atë sërmon vesh nesh, nuk kam më në shkoj se ke veç forcat mi, aty vlos ke pas forcë kur i kam 30 vjetë, po kime 62 vjetë. Shnamu, në atë kuptimin, venese, e kam problem, për nuk po di unë, ashtë një këshilë më unë, ku më jënë më ankue, ose a më jënë juve më jo marë, më jo thirë, kur të vip poshtë, për momentin jem Gjermani. Po. Momentalisht. Që me orë nërë me bo atë farë gjërimi, ose me bisedu. Po, pa tjetër, në shkruajnë atë ko, edhe do të shojmë nëse ka hapësirë për negocim, apo do të shku në gjykatë, se nëse ketë vendim bitrullin, nëse ty nuk është nëse ty është duke të pamundësu qasja në pronën tënde, atëherë ka një kërkesë që mund të bësh në gjykatë dhe gjykata dalë të ashën teren edhe natyrisht marrë një masë për këshme. Duhet shkojnë drejt për drejti, më falë, që po të pyëti, ndosha po të ljohë dhe mësëm keq këpta. Polici me abo padin, s'ke nevojnë polici, ti dush me marrë një avokat, edhe me shku në gjykat me padit për mos qasje në pronë, për mos lejmë të qasjes në pronë.
është padi bukur serioze që bëhet, nëse e bën. Natyrisht, unë sugjeroj që fillimisht provoni ta zgjidhni me dialog. Me dialog, me marrëveshje. Me marrëveshje, sepse jeni vëllezër, nuk keni nevojë të lëni fëmijëve probleme të tilla. U mu që ajo po më dha më shumë të më falë, se unë i kam 66 vjetë, ai ka 62. Po. Më falë shprej. Po. 4 vjetë më i sone. Po. Edhe tash ai po mendon, mendimi jam është, mos më keq kupto, ai tash i ka 3 djemaj, unë e kam vesh një atë kuptimin, elhamdulillah, ai çaj mi ka fol më shumë. Pa shprej, shamull. Po, që s'foli mund vetëm të pengoj, do peng, edhe pritëm të mua kur të hiqja, se hiqi kurra në atë aspektin shamull. Po mu më duhet gjithë aty janë 10 ori, 11 ori janë Allah. Mu më duhet me maru, në s'ku mujtë as garor, falë shprej, për kërë me maru shkoku, mos me hi për aporti, mos me ja prisha borën me kamiona, mos me ja... S'kum do fort kur me pengu, jam një tip që s'kom që me pengu kur konin, as pe mrana mundësive, veç fort më martë të fyti, kur të një fjallë. Por unë të avokati, si mbas juve. Po, patjetër të avokati. Nëse nuk arrin dot me u marrë vesh, dush me marrë një avokat edhe me bën një padi. Unë e kom mendimi, mos më kesh këto prapë, në më shku në komun, ato falsifikimet që i ka bon. Se ai ka qenë e pa mos me nakon bashkë, sikur sot, në 22-ën. Tha, baboj ka vdek moti, a në komunë Vushtre. Na i kena mbijam në atë kohë, dhe mi pos Husejni me yshë, a mund në kanë bo Husejni, në kanë qëku që ashtu në kanë registru atër, në fshatë. Baboj tha, e paska mbijam në Husejni, se e gjenë liber të omëtës. Unë e kisha qato se si këmë ndryshu kur, sem që 33 vjetë në Gjermani e kusur. Tha, peqesën për namen, për mu i shkret njëjtë, për namen tamin, tha se nuk gudzojna me andrum bijamin babojt, tha se paska vdek moti. Okej, shkun, u qunë ne, tha, o gjitha na po shkojna, kena pun tjetër e të thirëm ty. Unë e kisha në shpe, aty në Kosovë, s'ka problem, i lirë jam, kur jam këtu jam i lirë, s'kam kur farë të boj, me kur kanë, kur më se rëmu ka hora 12 një, me nënshkru të noteri. Nënshkru të noteri, që kjo trashëgimi, po qitet na më shamë të Hadil Husenit, po janë, qëta 2 janë pjesë mars. Bile just e qashja marrë, 3 muaj pa ta pasuninën, që në skrum, në fshat atje. Që me nënshkruja ma të vjetë asena, 2 nuk i gjeshin në sistema dite që isha une, e 1 gjeshin. E lam, thash, së unë ju aty në 2 jo, se aty më nuk më flasë, në asë njën asë tjetra. Kjo tjetra që më fletë mu, harë në kësoj, thonë më vjen. Okej, kur shku në esmen, kur shku atë në tere, më në shku harë pëse shukria, tha e banëm, tha që nuk më smarrë asë një. Në regullu krya ato këte, kur e qitën këtë namën të vetin, janë nisen, më më hezi, së për më më injoruë. Absolut. Si më shkojën e para 23-ën, shkojën e në komunë, vërtet 24-ën, se një thash, 24-ën shkojnë në komunë, si kësha me nëjsh për pension të tamin. Edhe i thëmë ati në komunë, thëmë shemë, më ke bodi shka, do la verë me vlonë, kom punë me ty. Vlo tha shkon katove, shkovan katove, mos marku, shkovan katove, i pyta, tha mos kene shku, tha ti, a shme në kom në shku të në teri, a shme në kam shpin aty, ku e ka qita e nemën të vetin. A shme kam shpin 200 mjera, a mos kene shku në hiqi duhe për trashëgimie. A shme jo, vlo, tha, ata falë të i vlovit, shpin 200 mjera ju, a ja falë të ju, që shme ja falë në vlovit. A shme jo, tha shko të në teri, shkova të në teri, më pranoj, fanë dhe e pejtinaj, hina atë, zotrin në tërë, këshu e kom punën, tharë veç që a bënë më ka të reguë për qëta. E që edhe po, tharë në amën të Hadidit. Po këtu jemi 2 pjesë marë, tharë, unë e kom në shku që tu. I më shoj kompjuterit për pijë, tharë, më vje këtë nuk eksiston në shkrimi juti. Edhe tani atë në bona. Për mos me ngarku gjithë të regimin, okej? Këto qështjet procedurale, mund t'jenë probleme, nuk është që ka falsifiku vlau juaj, as nuk qenë kanë mosh, as nuk qenë kanë gjendje me falsifiku. Ka problem me procedura. Ju duhet bisedoni, nëse bëhet mirë, nëse jo shkone a bën një padi për mos lejem të qasis më pronë edhe në regulli, nuk ke nevoj me ngarku veten as emocionalisht, as me ekziston noteri, se ekziston noteri, ekziston në nëshkrimi, se ekziston në nëshkrimi, okej? Me rësik shil nga ona ime këtë. Nuk ke nevoj në hish andena. Ti dush më shku me u marrë vesh, apo ma lejon rrugën apo jo. Nëse jo, shkon e bën një padi edhe pa
pa emocione. Kaq, faleminderit shumë, se më duhet marrë dhe telefonata tjetër, të lutem. Po i dashën. Shumë faleminderit. Respekt. Se jam konë me zhik që thomi na me të marrë, me marrë një këshill, si me vepru burr, shkur shqip. Tek avokati me një padi për mos qasje më pronë edhe në rregull. E nxehet, çka që më shko kryet burr me çfu aty shtëpinë sikur të ne, mos me aprish shkollën me çatin fare, po me çfu ato ku janë të mia. Nuk ke nevojë hiç me u marrë me atë punë, as me ngarku veten emocionalisht, as me hi me këto gjërat jo noteri, jo ç'noteri, nuk janë asnjëra pikë këtyre të qëndrueshme. Ju që të dy jeni në moshë të shtyrë, që të dy keni ngarkesat e juja emocionale edhe të kujtesës, mos hyni andena. Vazhdani, bilim do t'ju sugjeroja që të rive të alinit këtë çështje ta zgjidhin se zgjidhin shumë më lehtë. Pa tjetër, besim kontakt. +383 487 576